أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderime dhe lavdrimet janë për Allahun xhalla xjalaluhu, krijuesin dhe udhëzuesin ton. Salatet dhe selamet, përshëndetjet dhe lutjet tona më të mira janë për më të mirin e gjithë pejgamberëve Muhammedin të birin e Abdullahut, mbi familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt Muhammedit alayhi salatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, sot në vazhdim e ligjëratave tona ku jemi duke folur për namazet dhe gabimet që bëhen nga ana e namazlive, namazet e tyne dhe lëshimet, do të kalojmë te një kapitull i ri që ka të bëjë me namazin e xumës dhe gabimet që bëhen në namazin e xumës, në dëgjimin e hutbes xumës, do të thotë gjërat që janë para ose gjatë namazit xumës apo pas namazit xumës, të cilët konsiderohen si lëshime edhe si gabime. Për të mësuar se si kryhet një obligim madhor, sikur që është namazi i xumës që duhet fal, se xumaja është ditë madhështore për muslimanët, është ditë si ditë bajrami për muslimanët, se sikur që ka ardhur në hadith që e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, dita më e mirë e javës është dita e xumës. Dita më e mirë, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në të cilën ka lind dielli është dita e xumës. Në këtë ditë është kriju Ademi alayhi salam. Ditën e xumës ka ndodhur krijimi i Ademit alayhi salam, të cilin Allahu Taala e ka kriju nga dheu. Nuk ka ardhur si proces i evolimit që është vetëm teori, nuk ka kurfar fakt shkencor, e çdo teori mbetet teori për arsye se nuk është provu me prova ose argumente se ka ndodhur një gjë e tillë që me evolu prej majmunit edhe me u bë njeri. Ne si musliman, po edhe të gjitha besimet fetare qellore e pranojnë që Zoti ka kriju Ademin alayhis salam, ose si e quajnë ata Adamin, dhe nuk ka ardhur si proces i evolimit nga shtaza në njeri, dhe i cili sipas tyre është proces i pandalshëm. E nesër kush e di se çka do të bëhet me këtë njeri, që në mënyrë ironike ne po them, a bëhet nesër kompir, a bëhet kastravec, a bëhet në hyjvan tjetër, nuk e dim sipas teorisë së tyre, por nuk është e vërtetë. Ne mbesim në mësimet kuranore dhe mësimet profetike të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ajo është që Allahu e ka kriju, khalaqal insana fi ahsani taqwim, ka kriju njeriun në formën më të përsosur. Është Allahu që e ka kriju njeriun nga dheu, sikur që ka në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe dita kur është kriju dhe është formsuar nga ana Allahu Taala, Ademi alayhi salam ka qenë ditë e xumës. Dhe dita më e mirë që lind dielli, ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, për ditëve të javës është dita e premte, dita e xumës, është dita kur është kriju Ademi alayhis salam, dhe në këtë ditë është futur në xhennet. Allahu e ka shtyr një herë në xhennet Ademin alayhis salam, dhe ditën e premte, ditën e xumës, e ka qit nga xhenneti, për arsye se e ka shtyr në xhennet, pastaj e ka qit për xhennetit për shkak gabimit që e bani, kur u mashtru nga mashtrimet dhe cytjet e shejtanit që e shtini me prek pemën e ndaluar që Allahu Taala ja kishte ndaluar Ademit alayhis salam, dhe ai nga lakmia se ju premtu sipas fjalëve të iblisit mallkum, i tha se nëse prek këtë pemën e ndaluar që ta ka ndaluar Allahu Taala, ti do të jesh i pavdekshëm. Dhe ai shpresoi se nëse e prek pemën do të jetë i pavdekshëm, për ja që shkeli ligjin e Zotit, ndalesën e Zotit, dhe u dëbu nga xheneti, pasi që Allahu ja pranoi tauben, pendimin, por iblisi nuk u pendu për mëkatin që e bani kur nuk i ra sejdë Ademit alayhis salam me urdhën të Allahu Taala,
dhe ai u mallku nga ana Allahut Teala dhe u dëbu për mëshirës së tij. Sa Ademi alayhis salam e kuptoi peshën e mëkatit, për me njan ishte vonë për me qëndru në xhennet, por me pendimin e tij që e bani, ja hapi vetit dhe pasardhësve të tij rrugën dhe mundësinë që të dalin në një botë tjetër dhe të i nënshtrohen provimit se a kanë me dëgju fjalën e Zotit apo fjalën e shejtanit. Ata të cilët e dëgjojnë fjalën e Zotit, ata do të rikthehen në xhennet, ndërsa ata të cilët dëgjojnë fjalën e shejtanit, sigur që herën e parë u mashtru baba i tyre, Ademi alayhis salam, ata do të jenë bashkë me iblisin në xhenem. Lusim Allahun Teala inshallah që mos përngjasojmë me iblisin, por të jemi për atyre që dëgjojnë fjalën e krijuesit tyre Allahut dhe shpresojnë inshallah që të jenë prej banorëve të xhennetit dhe të takojnë krijuesin e tyre në xhennet dhe ta shohin xhemalin, bukurinë e Allahut Teala në xhennetet e lartësuara të Zotit ton. Allahu na dha xhennet al-Firdaus al-A'la ne gjithë ju që jeni duke na dëgju dhe shiqu dhe gjithë muslimanëve të umetit Muhamedit alayhis salam, Allah na dhasht inshallah Firdaus al-A'la që të jemi në shkallën më të lartë të xhennetit. Dhe po ashtu dita e Kiametit, ka thënë pejgamberi alayhis salam, do të bëhet në ditën e Xuma. Do thotë ditën e premte e fillon dita e Kiametit, të cilën se din askush. Dhe sa këto prallat, këto mashtrimet, këto paniket që i vendosi ko pas kohë portalet të ndryshme, mediumet të ndryshme, jo jemi para Kiametit, jo po ndodh Kiameti, jo do të shkatërrohet, nuk ka forcë bërthamore që shkatërron dhe bën Kiamet. Mund me shkatëru jeta të mëdha të njerëzve, por kur flasim për Kiametin është shkatërim i çdo sendit material. Jo vetëm i botës tonë që jetojmë si planet, por të gjitha planetet, me diell dhe han, 7 kat qiej edhe toka, të gjitha do të shkatërrohen me urdhnin e Allahut Teala, jo me mundësinë njerëzore. Edhe kur të flitet për Kiametin, është shkatërim total i jetës. Do të kalojmë pastaj në një dimension tërësisht tjetër jetësor, në cilën do dalim para Allahut Teala, do të japim llogari për të kaluarën tonë, e pastaj në bazë të besimit tonë, veprave tona, do të fitojmë të përhershme. Si të kemi bë fjalë dhe vepra të mira, do të fitojmë botën e mirë, xhennetin. Po si të kemi bë fjalë të këqija dhe vepra të këqija që janë kundërshtim me parimet e krijuesit tonë, atëherë do të fitojmë të keqen. Ajo është xhenemi me dënimet e saj, të zjarit të xhenemit, e besa edhe të ftohtit të xhenemit, që është pjesë përbërëse azabit dënimit në xhenem, që quhet zemherir, ku përveç zjarit ka dhe dënim me ftofje të madha, apo me ngrica të jashtëzakonshme të cilët do të dëmtojnë shumë banorët e saj. Allahu Teala kërkoi kur ardhi Muhamedi alayhis salam Medinë dhe sendi i parë që bëri Resulullah sallallahu alaihi wasallam u vendos në Kuba, ishte ditë e hanë. Një paralagje ta quaj e Medinës pejgamberit alayhis salam. Ishte e banuar kryesisht me evrejm, po kishte edhe fise të arabëve të Medinës. Dhe u ndal Resulullah sallallahu alaihi wasallam aty dhe qëndroi prej ditës hanë deri në ditën e premte. Ditën e premte u nis Resulullah sallallahu alaihi wasallam nga Kubaja, u nis pejgamberi alayhis salam drejt Medinës, ku ka qenë ku është sot xhamia e pejgamberit alayhis salam. Me po gjatë rrugës në cilën qëndroi pejgamberi alayhis salam nga e hana deri të premten, ku edhe ndërtoi xhaminë e parë në Islam, ndërtoi xhaminë e Kubas, Resulullah sallallahu alaihi wasallam gjatë rrugës zbriti ajeti i Kuranit, ku Allahu Teala e urdhëron Muhamedit alayhis salatu wassalam në surën al-Jumu'a, ajeti 9, është një sure e tërë e zbritur me emrin e Gjumas, dhe në ajetin e 9 tha Allahu Teala:
ja juhalledhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. O ju që keni besu, gjatë rrugës, Muhamedi sa tu ardh, i zbriti ky ajet. Dhe u ndal aty Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe e zbatoi praktikisht këtë urdhën kuranor. Çfarë i tha Allahu Taala? I tha ju që keni besu, kur thirreni për namaz ditën e xumë, ditën e premte, nxitoni me zell për aty ku përmendet Allahu Taala. Fas'au ila dhikrillah. Nxitoni dhe shkoni në dhikr të Allahu Taala. Po thirrë zoni i namazit xumës, jenë tregti, je të punu, jenë arë, jenë vendin e punës, leje dhe përgjigju ftesës. Fas'au, sa'i është me nxitu. Shpejt, s'ka qebe edhe pak ta krye, ta përfundoj, jo leje me njëherë, aty për aty edhe përgjigju thirrjes së Allahu Taala. Sot për fat keq, shkollat tona punojnë në kohën e namazit xumës, fakultetet tona punojnë në kohën e namazit xumës, vendet e punës punojnë vaktin e namazit xumës, nuk respektohet kjo e drejtë e jona që në kohën e namazit të xumës ta kemi bile spaku qatë orë pushim e cila mund të kompenzohet pas namazit. Në mendoj se institucionet janë fetar duhet të jetë shumë ma këmbgurës për me kërku këtë drejtë të besimit tonë që në kohën e namazit të xumës me pas atë orë të pushimit që njerëzit me u përgjegj ftesës së krijuesit të tyre dhe që me shku edhe me fal namazin e xumës. Dhe lereni tregtin, lani punët e dunjas, wa dharul bay', thot Allahu Taala. Kjo është më e dobishme për ju sikur ta dinit. Kjo më e dobishme për ju, po thot Allahu Taala. Lani çdo send dhe përgjigjoni thirrjes së Allahut Taala. Dhe çka duhet me bë, kush e ka obligim e ka çdo musliman. Burr, është fjala për burrat. Gratë nuk e kanë obligim. Mosh rritur, që është në bylyk, që do të thotë ka mrri moshën e pjekurisë së produktivitetit, pjekurisë seksuale. Është në bylyk, po ashtu është i mençur, nuk ka budall, se më bën bukon budall, nuk e ka obligim. E tash le të kujtohet secili që nuk dën më shku me fal namazin, se si po e trajton veten, jo si po trajtojnë të tjerët. Po shiqo veten se në çfarë pozite po e lën veten tënde. Ose je me fëmijët, ose je me gratë, ose je me këta jo të mëshmit. Dhe të jetë i lirë, mos jetë i burgosur, mos jetë rob, nëse është në burg, ai person nuk e ka obligim namazin e xumës. Dhe të jetë vendas, të mos jetë udhëtar. Udhëtari nuk e ka, mysafiri që dal në rrugë, nuk e ka bërgj me fal namazin e xumës. Mirë po nëse je vendas, je në vendin tënd, edhe po thirr ezani i xumës, të gjitha punët lehen dhe i përgjigjet thirrjes së namazit. Mirë po, problemet që po i flas që për fat keq deri nuk respektojnë këto drejtat, nëse nxënësi është në shkollë, çfarë duhet bëje? E dietar bashkëkor kanë thënë se janë këto vende ku nuk respektojnë drejtat e besimit sa duhet në këtë çështje në faljes së namazit të xumës, ky fëmijë nuk jep përgjegjësi për këtë çështje, e fal namazin e drekës në vend të namazit xumës, dhe sa përgjegjësia është tek përgjegjësit, dhe ata do t'japin llogari para Allahut Taala për zullumin që e kanë bërë, që i kanë pengu njerëzit me shku me fal namazin e xumës. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla, thot Allahu Taala, ke pa atë i cili e pengon robën kur don me fal namaz. Mirë për tillet që bën sebeb që mos me mund muslimant me fal namazin e xumës. Po ashtu preferohet që të merret gusl, të lahen personi për namazin e xumës, për cilën do të flas inshallah pak edhe më gjatë, se thot pejgamberi alayhis salam, larën ditën e xumës është obligim për çdo moshrritur. Dhe kanë folur shumë dietar në lidhje me këtë punë, është vajib, është obligim,
apo është sunnet i fortë larja në ditën e gjuma para se me shku me fal namazin e gjumas. Do thot lahemi dhe e dyta i veshim rrobat e pastërta, përgatitemi, jo me shku i pluhrosur, i përlyt, edhe direkt edhe me u fut në xhami, po sikur kur të shkon në një vend solemn, në një fest, që veshësh me teshat më të mira, duhet njëjtë të respektohet edhe gjumaja, namazi gjumas, që të veshemi khuduzi, në të kumin dhe kulli salat, që thotë Allahu Teala sa herë që të shkoni namaz, veshni teshët e juja që i përdoni për zbukurim. Pra dhe preferohet kur del për Allahut me qenë mirë i veshur dhe me shku mënyrë solemne me fal namazin e gjumas. Po ashtu preferohet që me shku herët në xhami. Do thotë kur të shkohet në xhami, do të më mundu me shku më herët. Ne sot për fat keq nuk e respektojmë shumë këtë sunet të Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe vonojmë shkurjen në xhami. Bile shumë prej xhamive për fat keq edhe fare nuk i gjen të hapura ditën e premte para namazit gjumas, që më mundsu besimtarëve me shku më herët, me qëndru në xhami dhe me prit namazin e gjumas, se Resulullah sallallahu alaihi wasallam në hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihet e tyne, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjuma, melaqet qëndrojnë në dyert e çdo xhamie dhe i regjistrojnë një nga një, do thot personat që shkojnë për të fal namazin e gjumas. Subhanallah, është çudi ky hadith, sa herë që kam lexu, më ka tërheqë vëmendjen për një çështje, ajo është nga po të njeh melaqe aty. As për jep le të njoftimin, as asgjë. Kjo tregon se kemi neve një kod gjenetik që na njohin neve melaqet. As pa i tregu le të njoftimin, as po u prezentu kush jeti. E ke pa kur të hyn dika në vend punës ose në një vend zyrtar, të ndalojnë, të kërkojnë dokument identifikimi, kush je, çka ti thom atij që po don me vizitu, qoftë drejtorin, shefin apo çka e di unë, lajmërojnë edhe tek pastaj e fiton të drejtën për me hy mbrenda. Dërsa melaqet Allahu Teala ka melaqet të cilët puna e tyre është me qëndru para derës së xhamis dhe me i evidentu se kush po futet në namazin e gjumas. Dhe i evidentojnë, subhanallah, se kush është duke hyrë në xhami. Si kjo është mrekulli. Sigur që ka në hadith që në ditë kiametit ka me dëshmu Gurizi dhe Ruknul Yemani, që është qoshja e fundit para se marrë deri te qoshja ku është Gurizi në Qabe e bekume. Këtyne Allahu Teala për shembull Gurizi ka me i dhon sy edhe gjuhë, edhe ka me fol në ditë kiametit, me thonë ç'ky u konte unë. Ka me të njoft. Këto e mrekullira që kanë me ndodhë. Sigur që melaqja e din se ti ke ardhë para se me hyp hoxha imamin në minber me fillue ligjerimin e tij në ditës gjuma me majt hutben, ti nëse hin xhami, ato ta shkruajnë emrin për me ta dhënë sevapin e faljes së namazit të gjumas, që ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, gjumaja i fshin gjunahet që janë bërë mes dy gjumave. Për kohës mes dy namazeve të gjumas, namazi i falur të gjumas, nëse kem rrinë xhami, para se me fillu imami hutben e tij, edhe i regjistru në regjistrin e këtyne melaqeve që shkruajnë emrat e këtyne që kanë ardhur me vakt, ty inshallah të falen gjunahet vogla që i ke vepru gjatë javës. Desa kur imamin ngjitet në minber, ato i mbyllin regjistrat e tyre që janë të shkru. Kur fillon imami ligjerimin e tij, ato ulen dhe marrin pjesë në përmendjen e Allahut Teala. Melaqet ulen edhe marrin pjesë
po mendoj qëndrojnë, hynë dhe marrin pjesë në faljen e namazit të gjumas. Dhe është i para menon me hy me laqet atyne edhe me ngu hoxhën, me kallëzu sendet të politikës përditshme, muhabetet, lajmeve, sendet. Në vend se me kallëzu në ajet, në hadith, ky merret me muhabete që ka qef xhamati me ngu për gjana të cilat s'kan bëjnë me fen e Zotit. Çka është? Ki me laqe për para. Ki me laqe në xhami të cilat kanë hy dhe po munohen me dëgju, a ki me lavdru, a ki me madhru Allahun Taala, a jetu fol me ajete dhe me hadithe, apo jetu kallëzu lajme që i këngu një natë për para, edhe po kallëzën për muhabete të thjeshta. Që s'do mend se njëri në bazë këtyne lajmeve të përditshmërisë mundet me shtjellu tematikën, por gjithmonë duke i dhënë prioritet në kontekstin se çfarë thot libri ynë, libri Allahu Taala, Kurani famlar për këtë çështje, apo çfarë thot pejgamberi alayhi salatu vesselam për këtë çështje. Kur shkon më herët, vazhdon hadithi, merr sevapet thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku shkon orën e parë, do të thonë mas namazit sabahut, ku shkon në xhami, sa më herët që shkon, aq i kije sevapet më të mëdha. E merr sevapin sikur me pas prej një deve edhe me dhënë sadak mishin e saj me shpërnda fi sabilillah, aq e merr sevapin nëse shkon orën e parë dhe e pret namazin e xumas. Nëse shkon pas orës parë, shkon më vonë, e merr sevapin sikur me pas therr një lop dhe me shpërnda sadak me shpërnda në rrugë të Zotit. Nëse shkon edhe më vonë, e merr sevapin sikur ta kishe prej kurban një dele. Disa rivajete sikur një kurban me prej me një dash me brira të mdhej. Nëse shkon më vonë, do të thonë është fjala sa më afër ezanit të xumas, të paksohen sevapet. Sa më larg prej kohës kur thirret ezani i xumas, sevapet e ki më të mëdha. Sa më shumë që afrohesh kohës namazit xumas, aq më pak kesh problem se më pak ke qëndruar në xhami me e prit namazin. Dhe nëse vjen më vonë, e merr sevapin sikur me pas therr një pul, dhe nëse vjen më gati pak para ezanit kjo në xhami, sikur shumica sot që janë nëpër xhami, e merr sikur me pas dhënë sadak një ves, si nivo me pas dhënë sadak. Do të thotë sa më herët që shkojmë ditën e xumë, aq kemi shpërblimin më të madh e sahabët, dietarët, domethënë gjeneratët e para të muslimanëve, do të flasin inshallah edhe për gabimet që bën ditën e xumë. Ata ne kanë shku në solemne me teshat më të mira, kanë nxitu më herët më shku dhe më hy në xhami me zon safat e para dhe me prit faljen e namazit të xumas. Po ashtu preferohet që natën e xumë, do të thonë natën e xumë e kon fjalën dita e ajete kur përfundon dhe ka hy nata, që nesër është ditë e premte, ditë e xumë. Më thë kjo natë e xumë e kam për qëllimin, nëse lexon surën Kehf, apo ditën e xumë, nëse lexon surën Kehf, inshallah je i shpërblym tek Allahu Teala, dhe kjo është nga suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam, se thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kush e lexon surën Kehf ditën e xumë, e mbulon drita mes tij edhe deri në kup qiellore lart, dritë e cila do të ndriçohen ditë gjykimit dhe i falen të gjitha mëkatet vogla që i ka bë mes dy xhumave. Hadithin e transmeton Imam Hakimi, e Sheikh Albani e ka saktësuar transmetimin e tij dhe ka thonë që është hadith i vërtet. Po ashtu është prej sunetit me i shtu lutjet tona ditën e xumë. Prej sunetit është me u lut më shumë ditën e xumë. Se ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam në hadith që transmeton Ebu Hurajra dhe e gjejmë te Sahihu i Buhariut dhe Muslimit,
thot Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet ditën e xumës është një kohë në të cilën nëse muslimanët e kalojnë duke ju lutur Allahut, Allahu do t'ju përgjigjet atyre. Allahi kalon një kohë, ditën e premte, ditën e xumës, deri në perëndimin e diellit, e kalon një kohë në të cilat çkado që i kërkojmë Zotit ton, inshallah Allahu ka më nau përgjigj. Kur është koha nuk na ka tregu. Sikur që s'na ka tregu për shembull kur nata e Kadrit. Na ka tregu që në 10 e fundit është nata e Kadrit, 10 ditët e fundit të Ramazanit. Na ka tregu që netët e këtyre 10 të fundit janë net tek. Domethënë nata 21, 23, 25, 27 apo 29 natë e muajit të bekum të Ramazanit. Mirë po, nuk na ka tregu në cilën saktësisht është. Njëjtë është edhe koha prej kohës kur hyp imami në minber, e deri në perëndimin e diellit, kanë thonë dietarët, është kjo kohë, mirë po kur është saktësisht nuk na ka tregu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam që me shtu neve dozën e duas. Dhe ndoshta urtësia e kësaj, kanë thonë dietarët, është që ditën e premte kryesisht të merremi me dhikr. Para se me fal namazin e xumës, me lexu Kur'ane, me bë dhikrin për kujtim me dua, dhe pas namazit xumës, më mundu mi shtu dua tona deri në perëndimin e diellit, në mënyrë që me qëllu kohën kur do t'jetë një orë e hapur, që Allahu i pranon të gjitha duat e robërve tij. Prandaj ditën e xumës, pas namazit xumës, është mirë që të shtojmë duat. Burrat që e falin namazin, gratë nuk e falin namazin e xumës, por nëse e falen, e kryjnë obligime dhe nuk falin më namaz të drekës, mundet që edhe gruaja në shtëpinë e saj, ditën e premte, me i shtu duat më tepër deri në perëndimin e diellit, me u lut për vete, për falje tek Allahu Teala, për rizq, për shëndet, për Allahu më na i fal prind ton, xhallarët ton, të parë ton, Allahu më na i udhëzu evladët ton, nipat ton, mbesat tona, dhe për përgjithësi për botën islame, për muslimant, atëherë ta shfrytëzojmë atë kohë më tepër në dua. Por ka shumë prej dietarëve që kanë thënë koha e përshtatshme dhe e preferuar për më lut ditën e premte është më pak para perëndimit të diellit. Domethënë masi qindis, masi është ajo koha e zverdhjes së diellit lart në qiell, kur mundet me u shiqu ma lehtë dielli, ka thonë që koha e periudha e fundit e kohës pak para perëndimit diellit e kanë preferu me fal, me u lut ma shumë me shtu dozën e lutjeve dhe i kanë krahasu, sikur që është 10 i fundit i Ramazanit që ka fundi është koha e natës së Kadrit, ka thonë edhe fundi i ditës është edhe koha kur preferohet mi shtu duat tona që Allahu Teala me na i falin inshallah mëkatet tona. Dhe e ka lefdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë falja e 5 kohëve të namazit, namazi i fshin gjunahet që bë mes 2 namazeve. Ndërsa xumaja e fshin gjunahet, namazi xumës i fshin gjunahet që janë bë mes 2 xumave. Do thonë prej xumës të kaluame deri te kjo xuma, që e kanë bë gjunahet, falja e këtij namazit të xumës, për cilën inshallah do të flas takimin ton të radhës, se cilat janë gabimet që i bëjnë namazdit ditën e xumë, që mos më i bë ato, që mos më u privu prej faljes së mëkateve tona dhe fitimit të shpërblimeve. Se mundemi me met që mënyrë ironike po shprehem kikirik me pa asnjë sevap, me shku edhe me dal për aty dhe mos me fitu sevap, veç që ke kry obligimin tënd. Dhe shumë më rëndësi që të mësojmë se si me i rujt një send që e bëjmë. Nëse është çka shpërblimi madh, mundohem ta fitoj këtë shpërblim, po edhe si ta ruaj inshallah. Prandaj falja 5 kohëve të namazit i shlyn gjunah, xumaja i shlyn gjunahet që janë bë mes 2 xumave. Hadithin e transmeton Imam Muslimi, umreja i fshin gjunahet që janë bë mes 2 umrave, ndërsa haxhi, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i shlyn gjunahet prej fillimit dhe të kthen
sikur ditën që ke lind prej nanës tande. Dhe preferohet ditën e Gjuma që të lexohen surat Sejdë dhe surat Insan në namazin e farzit sabahut, po kjo nuk do të thotë se nuk bën tjerat, por hadithin transmeton Buhariu. Po ashtu të shtojmë salavatin te pejgamberit alayhi salatu wasalam, se thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kush çon salavat mbi mu një herë, Allahu çon mbi ta 10 herë. Hadithin e transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij. Po ashtu, përveç veshjes së teshave të mira të bukura, preferohet që të parfymosemi me parfymet më të mira, edhe të i pastrojmë dhëmbët me misfak apo me brush, dhe që është për suneti që të vim në Gjuma edhe duke ecur, që të fitojmë inshallah sevapet. Dhe sa për ndalesat që janë ditën e Gjuma, që mos na humbin sevapet, inshallah do të flas në takimin ton të radhës, e deri atëherë mbeqin për kujdesin e Allahut. Allahu qoftë i kënaqur me ne dhe me ju dhe me gjithë muslimanët, dhe lehtësoft gjendjen e muslimanëve kudo qofshin ata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.